Në një kohë kur trendet moderne të kafes po marrin gjithnjë më shumë terren, një dyqan i ri në zemër të qytetit të Ulqinit ka vendosur të rikthejë shihen e vërtetë të kafes tradicionale. Aty ku kalimtarët zakonisht nxitojnë mes rutinës së përditshme, ka lindur një vend ndryshe, një streh për dashamirësit e kafes së vërtet. Dyqani më i ri i kafes së bluar, Ritual Cafe, ka hapur dyert me një mision të qartë që t'i kthejë momentet e zakonshme në përvojat të veçanta përmes kafes të jashtëzakonshme, ku aroma fortë dhe karakteristike të kthen pas në kujtime të hershme familjare. Ky vend i sapo hapur ofron një gamë të gjerë kafesh të përzgjedhura, të bluara në vend dhe të paketuara me kujdes, për të ruajtur freskinë dhe aromën karakteristike. Procesi i bluarjes bëhet aty për aty sipas preferencës së klientit. Pronari i dyqanit, një adhurues i kahershëm i kafes tradicionale, i cili ka vite që studion dhe eksperimenton me përzierje të ndryshme, thotë se ideja ka ardhur nga ajo se qytetit të Ulqinit i ka munguar tash sa kohë një dyqan i tillë, dhe se populli i këtij vendi, ashtu si e përdor gjithmonë peshkun e freskët, pemët e perimet e freskëta, ashtu e meriton ta përdorë edhe kafenë e freskët. Emri i dyqanit Ritual ka rrjedhur nga ajo se vetë kafja është një ritual. Gjendemi në dyqanin e parë Ritual njësh për shitjen e kafes, si kafes turke ashtu edhe kafe edhe pjesë edhe kafeve tjera, edhe llojeve kafeve tjera. Sot është promovimi i këtij dyqanit edhe kompania jonë është e mendimit që një lloj këtij dyqanit i ka mungu qytetit. Ndoshta kemi pas vite më parë, por vitet e fundit jo. Kështu që kemi vendosur që t'ju japim një mundësi që ta provoni kafen Ritual në dritën më të mirë të saj. Përveç kafes së zakonshme turke apo espresso, dyqani ofron edhe lloje të tjera, si kapsula për aparat kafeje, çaja me shije të ndryshme dhe gjithçka tjetër që mund të përdoret gjatë procesit të përgatitjes së kafes. Përveç kafes turke, ne në dyqanin Ritual njësh mund të gjeni edhe kapsulat, kafe kilshe, normal për ekspres edhe për markete, mund të gjeni edhe çajat e kompanisë të renumuar Tetli, gjithashtu edhe, do me thënë, se cilën gjatë çka përdorni gjatë përgatitjes kafes tuaj. Tashmë jemi në një kohë kur gjithnjë më shumë njerëz kërkojnë cilësi dhe përvojë në çdo filxhan. Hapja e këtij dyqani i vjen si një frymë re për dashamirësit e kafes. Me aromë që të fton, shije që të mbetet gjatë dhe një qasje të kujdesshme ndaj çdo detaji, ky vend premton të mos jetë thjesht një pikë shitjeje, por një ndalesë e përditshme për kënaqësi të vërtetë. Sepse ndonjëherë gjithçka që të duhet për ta nisur ditën mbar është vetëm një kafe e mirë dhe një vend që e kupton këtë gjë. Kafja është e provuar, kafja është e promovuar, por tashti për herës parë, ashtu si thashëm edhe më parë, jemi të pru qytetit një gjë të re. Provoni kafen Ritual njësh të freskët.